Udhiri konsiderohet simboli i paqes së dashurisë dhe është bima shumë vjeçare më e përhapur në Shqipëri. Sipas statistikave të vitit 2011, udhështaria zinte një sipërfaqe prej 55.000 hektar me 12 milion rrenjë. Pjesa jug-perëndimore është zona ku udhiri është më i përhapur dhe rritet deri në lartësinë 800 metër mbi nivelin e detit. Ndërsa në veri, sidomos në malsinë e madhe, udhiri rritet deri në lartësinë 250 metër mbi nivelin e detit. Në shumë zona si në Vlorë, Sarand, Fier, Elbasan, Berat, Kruje e Mëgjer, janë krijuar pyje të gjelbër të udhishtes që mbulojnë sipërfaqe të mëdha. Shtimi i sipërfaqeve të mbjellura me këtë bimë rritet çdo vit. Në zona të tilla si fshati Kodrinori Petrelës apo Prez dhe Lanabregas afër Tiranës, gjenden bimë udhiri me perimetër 15 deri 30 metër, që sipas specialistëve shqiptarët huaj kanë një moshë rreth 3000 vjeçare. Fabrika e vajit të udhirit Mosaj në Vlorë është një ndër më të njohurat në të gjithë vendin. Me përvojën e fituar, ky subjekt prodhues tregton në shumë vende të botës. Ky biznes ka filluar në vitin 95. Duke parë vështirësitë që kishin fermerët dhe fabrikat e vajit mungonin në atë periudhë, më lindi ideja që unë të bëja një fabrikë vaj të vogël me presa. Kaluan disa vite dhe shihej që prodhimi po shtohesh dhe unë mendova që të përmirësoj teknologjinë dhe në vitin 2020 kam marrë një makineri nga më të mirat që ekziston, Alfa Lavali, që është një makineri shumë moderne dhe i përgjigjet kohës me cilësinë dhe qartësinë e duhur. Gjatë rrugtimit tonë në këto 30 vite ne kemi patur vërtet vështirësi, se njohja ishte e pakët për prodhim procesin teknologjik. Megjithatë duke u trajnuar me specialistë të ndryshëm nga Spanja, nga Italia, nga Amerika, nga të gjitha, jemi trajnuar dhe ne mendojmë se prodhojmë një vaj shumë të mirë, ku në 19 vite kemi marrë 18 medaljari dhe kjo është një krenari e firmës tonë dhe mendoj sepse jo vetëm unë, por edhe shumë të tjerë duhet të vazhdojnë që të rrisin akoma cilësinë. Për shkak të cilësisë të lartë, shes në disa vende në Europë dhe në Amerikë, shes në Zvicër, shes në Londër, shes në Prag, shes në New York, në disa vende të botës, shes në Macao, edhe kjo na bën krenar edhe për cilësinë dhe nuk njëri nuk na ka thënë që kjo cilësi është e dobët, por përkundrazi na vlerësojnë maksimalisht për cilësinë e lartë që ne kemi. Por ka një gjë prodhimi në zonën tonë, është një prodhim karinjot i veçantë dhe jodi i detit së bashku me tokën dhe në tokën që ka këtu e bën atë me fenole dhe vlera ushqyese shumë të larta. Kjo është arsyeja që ne jemi në tregun botror. Kushtet klimatike toksore mundësojnë që vaji i udhirit i prodhuar në Vlorë të jetë me cilësi mjaft të lartë. Vitet e fundit janë shtuar jo vetëm sipërfaqet e mbjedhura, por edhe varietetet e udhirit. Para viteve 90, Shqipëria mburresh me 4 varietetet që ne kemi, që janë më të mirat, që janë karinjoti i Vlorës, i holli i Marës, i bardhi i Tiranës dhe bizambi i Elbasanit. Këto kanë qenë 4 varietetet që bësh dhe eksport, se unë dikur kam punuar edhe para viteve 90 në fabrikat e vajit të ndërmarrjeve. Vlora para viteve 90 ka qenë vendi i parë në Shqipëri për prodhimin e vajit të ullirit dhe të ullirit. Prodhonte rreth 33% të gjithë prodhimit shqiptar. Ne kemi varietetin kryesor që i ka qenë karinjoti, që zë rreth 60% të sipërfaqes, që është një varietet shumë i mirë dhe toka dhe zona këtu e do. Fermerët në bazë vite 90 janë angazhuar dhe mbjellin dhe varietetet tjera, si që janë varietetet italiane, varietetet spanjolle, varietetet greke, dhe këtu është shumë fishuar prodhimi. Sipërmarrë si Vesap Mosaj tregon se vaji i fabrikës së tyre është prezantuar edhe në Kinë dhe po bashkëpunojnë për importin e makinerive dhe pajisjeve. Veç shitjeve që bëjmë në Bashkimin Evropian në Amerikë, kemi filluar një kontakt shumë të mirë edhe me Kinën, që është një treg shumë i madh dhe kërkon një cilësi shumë të lartë. Ne kemi shkuar 1-2 në Panajire, kemi lidh kontakte me Kinën dhe shpresojmë që të kemi
kontrata të ndryshme për të shitur prodhimin tonë në Kinë. Në Kinë ka shkuar dhe djali që është inxhinier teknolog këtu, ku ka pas dhe kontakte të lidhura dhe tani shpresohet që ne ta bëjmë fakt të kryer këtë lidhje që kemi krijuar në përpanajrjet të Kinës dhe shpresojmë që të kemi një vadim shumë të mirë të vajit tonë cilësor. Kemi vënë që dhe Kina ka rritur cilësinë e të ushqyerit dhe të jetesës dhe kërkon vajra cilësore dhe ne jemi në gjendje që ti përgjigjemi me produktet tona që janë shumë cilësore dhe mendojmë që do të ngelemi të dy palët të kënaqura në këtë drejtim. Kohët e fundit jemi në kontakte edhe për jo vetëm tek prodhimet organike dhe ushqyese, po dhe teknologjia që Kina ka dhe ne jemi të amballazhimi që kërkojmë të marrim nga Kina dhe një pirun elektrik që ata i ndjerim me kosta shumë të lira dhe një cilësi shumë të lartë. Kolegët tanë në përgjithësi që janë drejtuar dhe orientuar drejt tregut kinez janë vërtet shumë të kënaqur dhe ne shpresojmë që të rrisim akoma bashkëpunimin për proceset teknologjike me Kina. Në Shqipëri çdo vit prodhohen mbi 12.000 tonë vaj ulliri dhe 20.000 tonë ullin të ryeze. Ne kemi certifikatat të prodhimit organik që bëjmë eksport në BE, bëjmë dhe në Amerikë, po tani kemi lidhje dhe me Kinën dhe me vende të tjera që duhet të shesim. Kontaktet janë nga më të ndryshme dhe më të mëdha. Për shkak të një variteti shumë të mirë që ndodhet në zonën Blerus që ka ndikim edhe nga jodi i detit. Variteti ka një njotë është i mrekullueshëm me vlera ushqyese shumë të larta. Ne kemi shkuar në konkurse botërore 19 ditë rresht dhe kemi 18 medalje ari. Qoftë në Itali, qoftë në Spanjë, po qoftë edhe në Olive Oil Times. Këto janë medaljet e arit që ne kemi marrë. Ja. Këtu është në vitin 2021 Extra Gold, në vitin 2024 Gold, përsëri 22 gold, janë disa 24 për thash, këtu është marrë një në Japoni. Sipas specialistit Mosaj, një faktor mjaft i rëndësishëm për cilësinë e vajit është koha e vjeljes së ullirit, transporti dhe kushtet e ruajtjes së tij. Për një vaj cilësor është e rëndësishme koha e vjeljes, për gjetur koha e vjeljes. Pastaj, mënyra e procesit teknologjik, që ka shumë rëndësi pastërtia e linjës dhe koha, temperatura, ka disa kërkesa të larta që ne i zbatojmë me korektësi. Mbas kësaj, patjetër ruajtja mbas prodhimit është ruajtja shumë e rëndësishme që të ruhet në temperaturën nën 25 gradë, por në shishe të errët? Në tankera në fillim, në temperaturë nën 25 gradë dhe pastaj kur duhet ta mbushim që të kemi eksport në atë kohë mbushet në shishe dhe hidhet në shishe të errta siç është kjo shishe këtu dhe për ta ruajtur shumë mirë edhe tapa ka atë rëndësinë e saj. Kjo është një tapë që nuk ka kontakt me ajrin dhe me dritën, dhe shisha nuk ka me dritën dhe kështu që ky vaj mund të rrojë deri në 3 vjet dhe siç e kemi prodhuar. Çfarë vendi është Shqipëria për prodhimin e vajit të ullirit? Shiko, ne kemi një zonë shumë të mirë dhe varitete shumë të mira në Shqipëri. Janë 4 varitete që janë autoktone, që është ulliri Kaninjot, i Vlorës, i Olli i Marës, i Bardi Tiranës dhe Bizami Elbasani. Ne me këto varitete ne jemi mburur edhe para vitit 90 dhe ka pasur kërkesa të larta për eksport. Dhe themi që këto 4 varitete janë më të mira, por nuk po themi që dhe varitetet që janë tani janë pak masive, por sidoqoftë dhe ato janë shumë të mira. Tani ne cilësia ka qenë në nivele të ulta për shkak të makinerive, të mosdive të tjera. Sot me trajnimet e ndryshme që janë bërë me përpunuesit dhe linjat e përpunimit, është rritur kërkesa dhe cilësia dhe themi që shumë nga fabrikat e vajit prodhon vaj të mirë. Si ka ndikuar projekti për shtimin e sipërfaqeve të mbjellura me ullin? Ka pas një projekt para viteve 2010 edhe më vonë, edhe tani vazhdon që të shtojnë sipërfaqet e ullisteve në Shqipëri. Dhe ky projekt ka rezultuar shumë i suksesshëm, janë trefishuar rrënjët e bimëve në Shqipëri nga 4 milion që kishim ne kanë shkuar 12 milion. Kështu që tani vetëm duhet kujdes, por kemi një problem që është pak
i vështirë si për ne dhe për shumë të tjerë, që nuk ekziston fuqia punëtorit të rinj, kanë ikur, edhe tani duhet futim mjetet e mekanizuara, që duhet kemi lidhje me kinën që i ka pak më të mira dhe më të lira këto punë. Mungesa fuqisë punëtore tani ne duhet ta zvendësojmë me makineri dhe pajisje të ndryshme që të ruajmë përsëri për shembull zhvillimin e bimës, kohën e vjeljes dhe mënyrat e transportit dhe procesin teknologjik që vërtet të prodhojmë një vajt sasior dhe cilësor. Me mbështetjet edhe të projekteve shqiptare, kryesisht qeverisë shqiptare të AZBR-s, ne po shikojmë tani të tregu kines që të marri makinerit që janë edhe pak më të lira dhe janë shumë praktike për të kryer këto procese në parcelat e ullirit dhe në procese teknologjike. Këto janë makineri praktike dhe ofrojnë një cilësi shumë të lartë në proceset tona të përpunimit dhe të shërbimeve bujqësore.